Vjerzës. Normalisht edhe kjo është pyetje që shton me Ismailin. Kërkoni saksojnë. Kërkoni administratorin apo punojësin e punojësin e Vjerza për arsye të përgjigjeshin që janë të gjithë pasanik zonë në bërtimi, që janë të gjithë pasanik nga Vjerza. Nuk ka një gjë të bëjë. Punojësen që merret me asistencën. Asistencën. Kaq. Kuptush. Ai më po. Okej, vjen. Pyetje tjetër? Me që s'keni pyetje? Edhe votim? Kush është pro? Kundër? Ska, abstenim, ska, kalenderit. Tela? Kaloj ke projekt vendimi nëmër 2 për hapin editores rreth liçenit. Kush? Në Rojës, liçenit në Rojës, po. Po? Si që është bërë, Ka dalë serviciu për qërë. kënë bedesh, të hapët të rrëtë rëkumbërin të me gjithë ajo, në krenë shëtitore, për turizm. Shikoj projekt, ka një projekt më këto? Do më të hapë rrëtë, të rrëtë dhe një projekt. Atere, ja ka kërku dhe tila para, sekretari grupit. Atere, shikoj këtu do më thonë që janë vetëm dy copa letre. Që nuk është se një shëtitore të hapës si shkolla PSI e që do thotë që... Shkron në shtetë. Okej, për në shtetë, po t'i ke një faqë që do hyj aty, apo jo? Që do merret, në fund do hapet për atë. Ma mërmondja. Një planimetri se ku do hapet, sa gjatë do jetë, qërësia e gjitha do Është ketë. fazë 2, është fazë 2. Kjo është vetëm një atimi që të hapë. Kufin të tokave me fshatarët ne duhet t'i kemi. Që kështu nuk mund të miratojmë një hapje, ku nuk kam as kufi që kjo do ketë me fshatarët, se nëse pas nesër të vjen ai të kërkon zotniti ke hyn ke pjesa ime. Jo, po synë e ke... Shiko, s'lamanas në të jo, unë besoj fjalën tënde. Jo, është pranë Po shpuna se ku deri ku kufi të shkosh ti o zotni për të hapë këtë, unë jam shumë dakord ta hapësh. Se do të hapët ajo? Ka një projekt për ka i shëtitore si që është Po bërë është kjo projekti pra? S'ka përmëri, do hapët rruga herë para, të mund që... Po si rruga o hapë ka projekt? Po jo të hapët me vendim që të hapët. Si ku Të mund që është në shtrohet ai projekti, thirret inxhinierët, thirren specialistët. Po si u hapë rruga pa u thirrë inxhinierë specialistës se nuk po marr vesh. Po s'po hapët hapë më dera edhe çimit, se po flasim kështu. Atëherë është hapë, pse do të më ndërhyjë? Po ti hapë. Kjo e hapët rruga projekti. Mbarojnë e tila. Po jo, se po të e përmenë shumë. Kjo i hapë rrugë projekti. Që nesër kemi... Me dy fleta bakalli, unë nuk t'i hapë rrugë projekti ku unë nuk kam asnjë gjë në dorë. Ta shikoj se sa gjërësi është kjo, me këtë kufizohet kjo rrugë, ti thua është shteti, për çfarë ta hapë? Do bëhet, domthon, mas kësaj që miratohet, do thirrin inxhinierë, do thirrin specialistët, do hulën Po tema ti po mos e keni me kaizitim ta e silli, ku nuk silli komplet dokumentacionin dhe dokumentacioni, s'ka projekt. Do bëhet Nuk ka lidhje. Po s'ka lidhje se Ju lutem mos e bëni. Po di se po diskutojmë se nuk po bëja sa avokaturë në të parë, por kjo është shumë më e thjeshtë. Ne po miratojmë me parim diçka që ai mësuam këtë me parim. Po po të vi projekti. Me këtë me parim i mësuam dhe bëhen ligje direkt ajo. I miratojmë me parimin dhe këtu vllai dashur bëhet ligj ai. E ka miratu këshilli, do vina në kohën e pastaj. Ju keni miratu. Fikti urdhës sonia ka ardhur. E ka bëj. Nga Muça, dhe nga fikti. Që është problemi që ndodh. Ka drejt supozojmë. Që a miratohet kur i ska asnjë gjë supozojmë. A ka kemi probleme? kjo i hap rrugë projekti. Kjo i hap rrugë projekti. Morëm seferën e çimir, kemi seferën herë, kemi bërë projekte. Këtë parim ça fisni ko për këtë ju dhe ju e miratu. I me parim. Jo. Po ne jemi ata që flasim. Dgjoj, është bërë fushat 2 herë me ka po Partia Socialiste Australit, ka po 2 herë 2 mandate fushat për sefer, edhe 2 ka po Partia Demokratike, edhe u bën me projekt me sa në sobos gjë. Të që nam dhe në sefer më rojë të shik. Ka i projekte, u bën aty. 2 herë fushat u bën për pesen, 2 herë për pedel u bën aty. Ta bosh navi për kushta, u bën sot për rrugën ja 500 metra, 300 metra. Edhe gjeni gjysëm, i me dalim në sefer, da i më rojë. Qa du më rojë në me? Unë marrë sefer njerë, marrë sefer. Jo, s'ka marrë. Pa mi e më të që që du më rojë, s'ke më në sefer. Karën e mas ditë, do e më shure. U po projekt, u hohën lek, gjitha milione, qa du më rojë? Më rojë ati mund kjesh për me prona. Mund kjesh ati. Keni i kanë vendosë aty sa prona ka, sa prek, sa s'prek. Pa s'ka, pa si s'ka me të të ti. Kush jam mësona që preken, që Po nuk si u bodi për mendosje, bon dalë me numër katastral të gjithë. Por bodi për mendosje edhe, ka të bëgat. Lutëm. Ore, po pse për të kohë të paraja që do shtetërora?
Mos e gjoni me dhe këto shkërma. Po sa me bojmë safari e se kemi holla safari. Pronën shtë mirësinisht s'prek do të Qimi më sa është distanca nga breku që mendohet që do hapet. Ai dy më tjetra, si që është po kjo beqë, dhe ma shëtitore, për në kam. Për bicikletat dhe në kam. Në kam, ja. Sa metra keni ju si bashkim? Si? Sa metra keni si bashkim? O hapsira ka. Sa? Unë se kam sakë. Që është pronë shtetërore, sa është? Ka, është gogja. Te se ferën është gjitha. Nuk po flasim për se ferën, rrasi konkret, po flasim Për hoja është lartë. O qimi, pa të të jarë kasa ty që e ka deri në bushjonin, bush, të jarë kasa, të janë ty të vetë lesja më që e kasa. Ka, tajari. Tajari, vaj tajari, ti me anë. Ai ka tokën e këtë. O pro shtet. Neve nuk hymë në pronën e shtani kësinishtë, sepse edhe ligji Po nëses, po në qini se ka nuk gjoni dhe me i duli të. është pro shtet edhe të qarë. Po çfarë sawa, po ndjer me letë, duhet me shumë. Ndjer po çarit në pronë. Qimi do na përmirësosh deklaracionin, do ta shtosh deklaracionin, një plan vendosje të liçenit, distanca e rrugës dhe Numrat e asfaltit. Ku cënohet dhe ku shkon prona e ndarë me shtabilite si njëshi. Sa është breku liçenit? Qofse ka. Ka pasur një rregull, kur të ndarë toka, ka pasur një rregull për të milionit. Kur të ndarë toka në ligjin 7501, ka pas një rregull distancë midis liçenit edhe tokës që ndarë. Atë sa është distancë nuk e Ti ke qytetin. Po me të vija jo në vënd me po. Ne duam këtë lloj distance dhe jemi për të këshill. Kush është prontë me propozimin që bëj? Kundër? Ka. Të përcove. Qimi do na bësh një... Okej. Do bësh një dokument në harë, si sa agencija të Qim ka i pyetje, Unë kam dhe unë një pyetje pra se. Sekondë që për të kam një pyetje për këto, se kam asnjë për bashkë. Kjo projekti se rrugë shqipëretume në kano. Kanali. orë përqenë zonë, Po shet në tender, po shet të në për projekti. Shet në tender. Jo, ta di se Po. se po krenohen në Siriu. qimi më së vishë. Kam një pyetje, besoj se ke kaluar, më qohë rruga shumë shpesh tash për arsyet e mia. Rruga e Urruçve, mendoj se ke kaluar. Çfarë do bëhet? Sepse është bërë e pakalueshme. Pak unë te Varrezët shkoj, deri aty shkoj se shkoj për arsyet e mia personale. Edhe kjo është bon për projekti gati. Se nuk kalohet, është bërë e pakalueshme. Projekti komitati. Po. Për çdo fshat, për çdo rrugë, po thuj se të gjitha rrugët kemi gati. Ajo është primare, mendoj se ti kalu të vetë. Të bën projekte rrugëve të gjitha Të fshatëve. brendshme. Unë e kemi miratuar. Po thuj se ka. Presidentë e ferë do të Ideja ishte që se Ideja është e tillë. Të bën projektet Janë gati. thush 90% janë gati të rrugëve. Kur do fillojnë? Duhet investim dhe në asfalt. Sa të Kene hobi 20 milion lekë në projektin apo? Po 20 milion vetëm. Për asfalt nuk është shumë. Projekte letra Projekte të rrugëve janë bërë, janë gati, janë tash, janë gati. Domethënë investim do të kenë fonde X rrugë në radhë. Po një informacion, mund të na bini ku janë, sa janë shtruar, edhe me emra, ku janë shtruar në fshatin Dragota, Fuskotun, sa kilometrë shtruar, një informacion për çdo fshat të specifikuar. Nuk i dua kështu. Po. Sepse nuk e marrin vesh. Ku është shtruar, ku është shtruar? Ku është projekt? Unë di ato që janë shtruar që keni gati. Jo, unë do të di data që është. Pashturon gjithë, se pashturon, ke rastë Unë do të di data që është. ai nuk ka të çari për 3 vjet. Jo, për 3 vjet. Mos mund vi vendos mos, se unë kam të dim tjetër. Nuk e kam mbreshme i kemi emërtimin e kemi gjithë se gati si për. Sa si on bon. Po çfarë janë bërë? I keni? A nuk i ke gati, se du të di, përse një fshat, sa e shtruar, sepse unë i bërë shumë pra të fshatave. O doktor, më falë, nuk i kam gati, se unë e di që ku një rrugë mbaron me letra, më shumë një situatë që të fshatë gati. Unë i ma dhe i bjerë me të reputacion. Vitet ato Unë me përgoni, se kjo që përmi Shkalla jo mora, dhe ka shtuar. Po
çfarë po ju shikoni? Jemi jashtë, jemi O që tregomi që serios më bu, se ku të ai të thotë që unë dua rrugët që janë shtruar ti thua, nuk i kam, po si nëse, Po unë sot... po jo sot më po ta kërkojmë sot më jo, po ta kërkojmë herës tjetër. Unë po është me kullaj këto që i keni gati, që janë projekte gati e rrugë që nuk janë shtruar. Po pse po kanë rrugë ato që janë shtruar? Mirë tjetër. Kur të ka veçaj tjetër, po Ne sjellë informacion për këto që sepse i kemi shkruar për Po, po fal, një pyetje kam për Vadhecën, për pastrimin e Vadhecës. Profesor, Të ku? Po janë, për shembull, i manka një ato janë tufa me dule, me ato janë miserje. Vadhecët. Pa të mbarën ato pritë. Jo, më do kam Dakor, si vjen se janë parë. Pra tash. Duhet vëmendje. Vëmendja, po kanë të duhet një vëmendje. Edhe çfarë? Tani kalojmë në rrugën, faleminderit. Mos kalojmë jashtë e ditës që kemi kërcim. Çdo problematikë që ka. Jo, ti çamam, po mënyrë se si ato nuk e di çamam. Po si shpizo? Ajo është çamam. Jo, ti thot doktori e tamam, po mënyrë se si e tha. Mirë, dakor. E kam në shprehje. Ju lutem. Kalojmë ke pika 3 e ditës, projekt vendim për miratimin e vlerës financiare të temës shkaktuar nga zjarri për zotim, është jo të 2, 3 dhe 4, nuk kanë miratuar jetim. Arsyeja se më falni se nuk kam Çimi ka pasur ndryshime, ne kemi miratuar një herë në 10 orë, ndryshime. Minator në 10 orë për arsye dhe çuam në prefektura na solli dhe shkresë dhe na sa që po flas, që prefektura na solli një shkresë dhe tha, sepse ne studimin që bën të tregut e bën mbi ofertat e tregut, mbi gjithë orientim shtëpiake dhe të shtëpisë. Kurse prefektura na solli shkresë dhe tha, çmimet që ju do bëni llogaritje ne sa që është djegur banesës është 100% të orientive shtëpiake dhe 50% të ndërtimit si dyert me radhë. Dhe kemi futur sërish njerëzisht korrumi, ja usullim sërish në... Ka për të sërë të asherë? Jo. Po është drejt, ka qenë në rendin por nuk ishte herë të kaluar, nuk ishte korrumi. Ora kjo të ndrojë. Herën e parë u kthy nga ana juridike. Sepse duhesh nga familjarët një atë trashëginie. E bëm atë. I morëm gjithë familjarët nga ishin nga jashtë, i sollëm këtu e bën te noteri, ja u sollëm. Jo, thjesht po ju jap gjithë detajet e dosjes. Atëre janë dy projekt vendime, si për kalojmë ke treshi para, kush është pro? Kundër? Unë kam sjellë familjarin për një arsye që ma kërkuar të kaluar në mbledhje. Nuk është problemi jon. Unë që kërkova trashëgimin ligjore nuk është problemi im se unë e meratoj. Është puna se atë Fesari nuk ja jep lekën nëse nuk ka. Është drejtë dhe ne i morëm margjinalitet që sollëm këtu. Madje unë isha në ndihmë të familjarëve që duhet bërë kjo procedurë. Me shumë të drejtë dhe ne i sollëm te noteri dhe e bën një gjë të tillë. Pika 4 e ditës ka lidhje po me të ndjerit, humbin e jetës ti, një orientim financiare. Kush është pro? Kundër? Abstenim? Kanon dhe kjo, faleminderit. S'ka gjë. Ai mak sa më shpejt. Faleminderit. Po pra, ta që jera. Kalojmë ke pika 5 e ditës, projekt vendim për Jetë e qimi ka zë. Kalojmë ke pika 5 e ditës, projekt vendim për miratimin e grupit miratimin e grupit të menaxhimit strategjik dhe programin e punës për përgatitjen e programit buxhetar për vitin 2007-2029. Miratimi i grupit të punës, i grupit të menaxhimit të BBA. Ky grupi i punës do bëhet në konsultime publike, të cilat ne duhet ti publikoj, që
Kështu që në bazë një kalendari caktuar, ky është grupi i punës si do merret për gatimin e projektit. 2027-2029. Pyetje rreth këtij projekti, Rreth grupit punës apo projektit, më thënë grupi i punës pa. Projekti e kanë fjalë për projektin. Ky është, okay. Ne po për projektin. Po grupin e punës kemi vendos vetë, është. Punës sa ne Ço kemi vetë? Punës ka nga gjithë sektorët, siç i kërkon të ligjit. Jo se e rrada parë në kina për votës në hap poshtë sepse s'kishim të burr, edhe hap poshtë edhe kërkoi një i bëri pyetje, pse votut kundër? Ata kemi që s'na pëlqen emri. S'na pëlqen emri. Po do të shikosh gusto. Ti më emri. Në lidhje me këto investime që do marrë ky zotëria, supozojmë, Kush që do flet atë? jo, flas për ndihmën që do marrë ky. E tjetër se e bashkia atje, ja. E bashkia atje ka shmarrë që kur. Jo. Po jemi këtu kemi pas një rast të tillë me çoj. Kemi pas një rast të tillë me djegje. Do fal gazim. Jemi pikë tjetër të jetës. Po flas se mira e lomë. Anta e para. Po flas se personi që i bujë, se pas gjena ai djalë, i jep pas ai. Tani kuptova një gjë pas se ju për mundin. E ti si puna? Ai është Aleko, mos. O zotënia që ishte në fund që i kuptova. Sa njerëz edhe gjithë që projekt se fare. Po me këtë vendi e do japim 1 milion lekë ja. Sa lekë marrë zotë? Ka se sa nizat. Ato 1 milion lekë ta shpjegoj Olga. Ato 1 milion lekë se sa ai do i marrë jo i biri, i marrin të gjithë trashëgimtarët e ligjit. Çka bën sa çka tema sa te kjo i çavoj tina. Po nuk e ka se sa nit. Po nuk e ka bashkia, po jo. Nuk e ka bashkia. Ka njerëz para për jashtë. Është tjetra ajo që patëm ne, që ndam ato që ndam tuaj me 500, me 1 milion, që 3 milion, jo, është tjetër, nuk Ju nuk ka lënë do pika që kemi mos e bëj të gjë. Ka dokoni? Ne akojmë grupin e marrëdhënies. Kush është pro? Kush është pro? për këtë grupin e Prema, ajo pëlqej. Sa bukur ishte. Ta japim këtu. Ata kanë rrugë të duhur. Nuk kena po. Kush është pro? Kundër? Një abstenim? Një votuar. Unë marrë grupit vetëm se do bëjmë kalendarin bashkërisht, kalendarin dhe të gjesa e publike. Po, dhe ne kemi Nimën e tira dhe shumë fasadi bëjmë ne jemi dakord, fasadën e kemi primare. fasadat po digjen. Po. Po inshallah vazhdo me të ritmo. Inshallah vini që më për. Kalojnë dhe pika 6 e ditës, projekt vendim për miratimin e nivelit të pagave për punonjësit për vitin 2026. Po pse kemi akoma punojnë Po tani kush e ka? Nuk ka se gjithë me gjatë jeni. Atëherë, janë punonjësit Kemi kërku për e atë gjithë atë listën aty, dhe kjo është ajo arsye. Ja se është një sjellur. Një kërkesë kemi me këto ndryshimet e reja që u bëri lart madhëria juaj që kërkoi të hiqni të vini dhe të vini. Do të ka mundësi tjetër të vish pak organikën e bashkisë. Ta di se kush janë administratorët e rinj, se kush ka ndryshuar pozicionet. Po shikoni edhe drejt. Moj shikoni si, po shikoni. No më ja, dërë financa tonë. Jo ka filluar Shpejt. Ja, ka se mësue djali që nuk flet. Ne e kam dhe me të shokë. Ai është për shef finance? Se nuk të gjenë? Pas të dushim. Tani, kjo është niveli paga për punonjësit në sipër. Dakor, pra po një kërkesë të tillë mund të shkojë. I do me emra me të mos Me emra more edhe pozicione, Ja, lutem përqendrohemi ke projekt vendimi se nga zyra financës. Kush Henri në projektin? Do të kundërshtojë. Ja,
Kjo më flasim për... Po flas për këtë Po jo, ose nga kryetari deri te drejtori me tjerë. Deri te ai që ruan Sami Frashërin aty që më na i kitar. Edhe ka do të nojë në këtë rast. Tani, kush ka pyetje dhe projektit? Kush është pro? Pak më të vogël se kaj nuk ka. Ja vi rrogën. Kundër, një abstenim, s'ka nga pro. Kam ide. Po. Atë pika kalon ke pika 7 e ditës projekt vendim për miratimin e tavaneve të harrove dhe shpenzime për projekt buxhetit 2027-2029. Marrëm një këto, marrëm ato. Një 26 zi. Dhe 27. Jemi largë aty më. Ju lutem, kush është? Kush është bërë? Albani do rroshte me që e ke firmosur, në dashur? Jo, po do të përgjigjes si të harrura s'ka firmos. Nuk jam dakord. Përgjigjes si të harrura s'ka firmos, si do ta miratoju? Po firmos vetëm nga sekretari, nga dhëmbuesi autorizuar. Titjon Pepa s'ka firmos. Firmos nga drejtori financa në atë kohë, Albani Nikova. Jo, mo titjoni s'ka firmos. As Romina Mema nuk ka firmos, tash kemi direktori është buxheti. Firmos ka kryetari i bashkisë. Titjoni s'ka firmos, do të thotë përgjegjësinë ka marrë kryetari ose do të gjë, më këta. Titjoni s'ka firmos. Romina s'ka firmos. Që i vini letra pa firmos. Ja, sa të marroj me të ekstremove. Atë më të flasë e më të jetë sekretari Vërë sot në bëjë bani. O të t'ja e shka për ka pozicionin në kryetari. Jetë sekretar, përgjithsi do t'i marrë dhe ai tjetër që është. Kjo do rregullohet nuk parashikohet. Si nuk parashikohet? Kemi drejta fjalës, Ai do flasim, ai do flasim. përfaqësues. Nëse ka pyetje konkrete, do të Do përgjigjem. përgjigjem. Nëse nuk përgjigjem dot. Tani vazhdoni. Jetë sekretar, ma pozicionat, ai e ka marrë pozicion, vazhdoj të përgjigjet që pse s'ka firmos vetje. Ku ka Se qenë për vendimi firmos? projekti është bërë kur ishte Albani. Sa pyetje ke pas sekretari? Lutem. Vazhdojmë me projektin. Vazhdojmë. Albani. Atëherë, siç se dini, domethënë faza e verifikimit buxhetor Lutem. apo të mesën për të vite janë 3. Jemi në fazën e parë duke miratuar tabanet e burimeve që ne kemi deri në këtë periudhë, të cilat përbohet kryesisht nga fondet e qendra të buxhetit për vitin 2026, 2027 deri në vitin 2029. Gjithashtu, pjesë e këtij plani e këtij plani janë ndërtarë në bashkisë, të cilat të vërtetojnë me një planifikim buxhetor treguar. Gjem po i unë. Këtë planifikim janë përshkruar në të dhe herë, Nuk e zgjeri unë. dhe në bazë të këtij planifikimi janë bërë dhe planifikime shpenzimeve, të cilat ne kemi dëmtuar apo kemi protokolluar deri në këtë moment. Ose keni pyetje? Ka pyetje për Po pse i kështë buxheti në rrugë? Që vete për këto? Po çfarë do të kemi në punë, do të dikim më për mua këtë punë. Nëse kemi ratuar. Po ke merë Me respektohet të shkep se po kështu ti ke të bëjë Po edhe du rrugë speshtrohen, do të punë Jo, në do punë. vini fare, se ju ikni vini dhe pastaj kërkoni shërbimi. Ja, në buan mirë shos me. mirë, më shkajtë për Nuk e di nëse keni pyetje. Kush ka pyetje në projektin? Se nga financa? Ka propozime? Ku ka në Albani kanë bërë propozime i kohë? Nuk ka plan janë. Tendenca e taksave? Rritje? Planificuar mbështetur në reglement aktuale dhe nivelin aktual të taksave, nuk kemi parashikuar rritje të ndjeshme, jemi fokusuar në të nivelin, në vitin vazhdim, po janë planifikuar në bazë të nivelit aktual që ne kemi. Ose edhe ligji referohet në nivelin aktual. Edhe për informacionin që kemi për taksat abusit, është i vini aktual, dhe ata i
aktual. Taksa tokës për vitin të kapës. Jo to, po ka dhe zhvillimet e taksa paguesit e tjerë, do të thonë gjithë e ditë janë të përpambetur. Dhe vjen një moment që këto mundohen të janë gjithashtu ka edhe një faktor tjetër, kur ato zhvillime kalojnë një vit caktuar, një shyer, ato do rriten si të pambetura. Që se do të pranderë janë disa të vjetra, ne nuk i planifikojmë për 2007 më, ato ishin 2006, ato ishin 2007 më, për 2008, kështu që praktikisht vlera ullet. Kush? Jo se falem. Nuk po rrim falem. Kush është pro? Edhe votim? Kush është pro? Kundër? Abstenim? 2. Faleminderit. Kalojmë ke pika. Po. Atëherë unë kisha edhe një kërkesë, ju dini vetë, në pjesën e kundërshtimit ose edhe Jo, nuk kam pas kohë ta lexoj. Edhe të parashtrova arsyeën e atestimit. Jo, okay, thjesht unë parashtrova. Jo, do të di pse është, okay, do ta dish, okay. Sepse nuk kam pas mundësi ta Dëshiroj shumë ta di pse është. Ka pas mundësi kohës, ka pas kohë fizike. Nuk kam pas kohë fizike ta shoh. Okay. Kalojmë ke pika 8 e ditës. Projekt vendim për miratimin e shtesë buxhetit vitit 2026. Po çfarë bëhet fjalë edhe këtu? Jo, kjo është tjetër. Po. Po. Planifikimi I kësaj shtesë buxhetit në vitin 2025 u besoi një njohur me Klimaxin, nuk e di nëse ju kujtohet. Klimaxi është një fondacion I huaj, në cilin ne kemi aplikuar dhe kemi fituar një projekt. Relacioni ose shpjegimi se çfarë përfshin ky projekt është shumë detajuar dhe zhvilluar një dokument. Pra planifikon përfitimin e një dokumenti për rreziqet klimatike dhe zhvillimin e strategjive për adaptimin dhe bashkëpunën. Fondet janë të projektit. Në vitin 2025 ne kemi hartuar këtë kontratë në Paris për lidhje, është dhënë drejta e lidhjes së kontratës për ato specifikim që kishte. Dhe në vitin 2026 është bërë mundur çelja e këtyre fondeve mbasi kontratës nga subjekti, por përdorimi I këtyre fondeve të donatorit nuk do të mundur ta miratuar si shtesë e planit të buxhetit për vitin 2026. Kjo do kishte harur fakt. E pranoj është një kalkulim I mirë dhe kemi një buxhet që se kam qenë në 2025 se kam qenë, por për vitin 2026 dhe kam munduar një fond. Jemi drejtuar sipas patjetër kontratës dhe specifikimeve që për të përdorur këtë fond, por nuk është e mundur përdorimi pa planifikuar si plan buxheti në vitin 2026. Pra, kjo shtesë e buxhetit vjen si pasojë e miratimit të fondit sipas kontratës që kemi me donatorët e Klimaxit dhe shtesa e planit buxhetor për vitin 2026. Menaxhimin ekonomik të kësaj shifre dhe menaxhimin bashkia. Ne sot jemi në fazën që kemi rritur një grup pune, I cilën me në gjatë vitit 2025, pavarësisht se nuk ishte çelë fondesh. Ose kemi grupin e punës, po për projekt. Po nuk është vërtet që nuk është, po nuk e mendova të nevojshme, dhe specifikimet e projektit dhe shtesat, po të shikosh në fajin 3 ose 4, ose do shtë 5, po është këmbajnë, nuk e mendova që ishte nevojshme. Dhe sot jemi në fazën që ne kemi në fazën që jemi duke marrë materialin e përgatitur sipas këtij projekti. Konkretisht me çfarë rreziqesh
Në faqen e fundit, është përgjigja. Atëherë. Konkretisht. Nuk po çfarë do të thosh është fjalë më të ndërtë, fjalë është nëse do një nga këto është do jetë vetëm nga fondi i këtyre apo do jetë bashkia? Është vetëm fondi i këtyre. Vetëm fondi i këtyre. Do vret fondi i bashkisë. Nuk ka të fare fondi i bashkisë. Në faqen e fundit kete detajuar se për çfarë janë planifikuar këto shpenzime të donatorit. Udhëtim. Po shikosh, po është pjesëmarrje në seminare dhe në takime me të Greqi në vendet europiane. Pra, totali i benefitit është 154.000 euro. Dhe ne këto miratojmë, asnjë gjë lek shtesë në fond të bashkisë. Okej. Pyetje tjera? Atëherë, pyetje tjera dhe projektit? Dhe ky përfundon me ndjerën e rezultatit dhe ofrimin e një konkluzioni që bëhet një gjë që ne duhet ta zbatojmë dhe zbatojmë përsëri me klimaksin në vazhdimsi. Atëherë, bashkia, duke qenë se bashkia veç është, domethënë, burimet edhe orientimi i bashkisë është në pjesën turistike, kryesisht. Ky aplikim, kjo kontratë e ndihmon bashkinë për të njohur më shumë më mirë edhe pjesën kalendarike dhe në fund të ditës çfarë qasje mund bëjnë drejt turizmit. Kjo është një aplikim që ne kemi parë të nevojshëm dhe në fund të ditës përderisa nuk kemi kosto në vetë fondin e bashkisë dhe më informacion. Është përfillimi i dokumenti, është përfillimi i materiali dokumenti për shumë faqesh, edhe do të besoj se të vlefshëm për shumë vite. Por pyetja ime është, një rast kritik këto do të jetë përmirësimi i kadrës së hetimit urgjent të motit. Ime shtiti ka më shpejt për udhime me motin, se të nuk fare të kuptoj. Po, ka tjetër tjetër, sepse janë seminare të ndryshme. Këto atëherë dhe mirë tjetër. Të planifikim të ndarje të shpenzimeve në të gjithë nuk kemi bërë ne. Pra, kur ne kemi aplikuar, ai projekt kishte këto kredenciale, kishte këto orientime. Pra, ka lidhje sepse në vendet e BE-s kjo është një gjë shumë e rëndësishme. Në vendet e BE-s bëhen trajnime posaçme dhe seminare posaçme me këtë lloj tematike. Unë jam shumë dakord, por nuk faqja këto fjalët këtu me këtë tabelën këtu nuk më përpjeken, prandaj. Po pra, ajo që sa po tash me ngjarjet ekstreme të motit, ti thua që 13.000 euro këtu janë për udhime dhe këto udhime që të bëhen për kualifikim, për çfarë mund bëhen? Çfarë lidhje ka rreziku këtu? Tematik. Apo moti? Pasi grupi punës do I bishiu. Jo, bëhet nga parimit e ndërtimit. Bëhet në ullimin e trajnim. Besoj. Është janë trajnime. Çfarë po thonë? Po. Por nuk baron vetëm si vetë me sa në botë tjetër mund të ke Ky ishte deri në 2 faza të rreth. Unë jam shumë dakord për disa shpon që përvjen aty. E merr e jep ke Po paktën tu ke udhime na fusni udhim kështu këshilltarët në grup paktën Kemi justifikoni. Si ka thonë njëri pa i të shko për tush. A do të justifikoni? Po ti i bie nga gjithë kjo gjë për dalë te kjo tani? Jo, por ju duhet të justifikoni se çu bie. Të zbërthejmë një projekt ose standarde që i vendos një projekt, standarde që i vendos Ore thjesht një donator. Ore nuk jam kundra donatorëve tonë, nuk jam kësaj, po ku tu më thot tash për rreziqe ekstreme të motit dhe këtu të 13.000 euro për udhime, nuk ka sens për mua. Janë pjesëmarrje. Është mënyra e formatimit. Formatimi ka ti. Ti ke shkruar një pjesë, ti ke lexuar. Edhe ti bish shkëptim. Po shi bie, pra ti bishiu. Ja, më fal. Janë trajnim. Më fal. Kështu si e kap ti? Kështu ti lexon një fjali aty. Do ta
Menaxhimin e rrezikshme klimatike, duke mbështetur 2. Vazhdo të poshtë, rëndësishme ndërmësime ty përmes aktiviteteve formuese dhe seminareve. Ja, Një tjetër përfikim, një tjetër përfikim i rëndësishëm. Për krah këtyre, do të bëjë kostunatik. Po ka kosto. Kësë marrë në seminarë dhe Dhe në ajtile si se ka dokumente. ne se lexoj ashtu. Pra, në përfundim projekti, do të sigurojë një zhvillim të qëndrueshëm të bashkisë duke forcuar se ju nuk keni asboj. Në çfarë qove, kapacitetin e saj për të përballuar sfidat ndryshime klimatike. Tash këta që do vinë, do bëjnë udhime, do bëjnë seminar këtu, çfarë parashikohet për klimatikën? Janë persona të gjithë përkatëse, persona që trajnohen, tani jo vetë personi do merret me atë, është studimi dhe përgatitja e materiali. Në fund të ditës, nuk është ajo që lexon ti me të që jemi të punë. Rreziqet e lidhura për klimën fresh, përmbytje çira të dendur, rreziqet e dheu dhe ngjarjet e tjera të ekstrem të modit. Po pra mund Do trajnohen një punojës në një seminar të ngjashëm të kësaj natyre, se si të përballohen rreziqet nga moti. Më modë. Nuk duhen në rend do do të thotë kjo kompani nuk është kjo kompani po për trajnime, jo për punim rreziqesh. Te po thua tani, që do trajnohen dikush për Po pra. Do të kemi dokumente të duhet merrni masat në këto vende. Ti merri masa, si merri masa që i përgjithësinë, ai nuk do marrin masa për të zgjidhur. Do na japë studimin që nuk do të bëjë. Që kjo është studim që do bëjë. Okej, dakor. Material, diskutim. Atëre, çfarë? Kush është pro projektit? Kundër ska absenim, ska miratorë, kalon projekti, faleminderit. Kalojmë pjesëpyetja. Kalojmë ke pika 9 e ditës projekt vendim për fshirjen shura dhe pagesën e detyrimeve tatimore të administratës vendore në Bashkinë Peç. Uno. Çfarë për të bëhet fjalë? Uno, dëgjon. Çfarë janë to? Dëgjon. Në mbështetjen e ligjit 86/2025 është ligji që ka dalë në 25, në dhjetor të 25-s, dhe parashikon fshirjen e detyrimeve të parapendetura për gjithë debitorët deri në vitin 2014. Dhe fshirjen e pamatvonesave deri në 2024. Por ka dhe pjesën përfitojnë 50% persona që paguajnë ose familje që paguajnë deri në 36 dhe 25% nëse paguajnë deri në dhjetor. Kurse pjesa nga 2015 deri në 2019 është kjo pjesa që fshihen pamatvonesat për çdo subjekt familjar, biznes dhe përgjysmohen principali, kush paguon me fjalë për 6 muajin e parë dhe 6 muajin e dytë. 20% Atëherë po bëjmë amnisti fiskale. Është ligj, po ne mjaftojmë pjesën tonë. Kjo është ligj. Atëherë, të gjitha të taksat e talimeve që Pastaj ti mëso, rritet vit me kohë. Është mundësi Po ti çfarë falë më sot të gjithë që në këtë shtetë nuk ka Një pyetje kam. Jo çdo
faktor qytetarët. Jo çdo kush vjen të pyet për shembull dhe e di apo të thon si mund ta kesh ke faqja e internetit tënd, këtë paktën ke pjeshurës nuk intereson njëri se ta shoqësh u hoqi gjithë. Po paktën ke kjo që i hiqet detyrimet apo një përqindje. Paktën një kopje. Vendosin offline një tabelë njoftimesh, shiko, vendosin tabelë njoftimesh se nuk kushton besoj shtrejt ajo, por çdo gjë që ka lidhje me qytetarin, të vendosën dy fleti qytetarët ta lexojnë që kjo sepse i përket atyre. Se nuk mund të vi çdo kush tu bashki apo jo. Ke shumë të drejtë, por për një moment do të thonë që është edhe te. Pse? Sepse para punës të po flasim për ligj. Okej, nuk na mëson të bura një pjesë të mirë që ta jetojmë. Shumë dakord. Por ama lajmi gjithë i shohim. Lajmi gjithë i shohim. Facebook, veç gjyshëve të kanë i të përdorin. Dakord, jam dakord. Dua thjesht ta sipas bisedim. Po pra, nuk është gjë e keqe kjo sepse jo vetëm për këtë njoftim, por çdo njoftime të tjera ti zoti ku ka bëj me qytetarin një njoftim atje e nxjerr e lexon ai. Nuk do vi pyesi të këtuaj. Sepse dikush për shembull që ti ashtu tu, po mund të jetë shtetit ai robi. Edhe ato dikush tjetër shiko, ke në një gjë bashki për të paguajtur se bashkia ka bërë këtë lloj. Miratimin e vendimit. Pra kjo është thjesht në miratim e parim, sepse nëse Njësia vendore në kur ka dhe shumë bukur asnjë që iku dhe për njoftimet për vdekje bëni një kënd valla se vetëm dy bënë për shkolla. Një kënd aty kushdo që vetë nuk është se nuk është ai është formulori, po ajo është diçka serioze. Okej. Se nuk është një gjë. Tash jeni qytet turistik. Ato të gjërat vogla bëjnë. Atëherë propos kësaj që ka fishohen dhe të qytetarët vjen dhe ti formohen në rreth projektit. E në rënjësi, nuk është problem. Kështu që përfitoj goxha familje, qytetarët e biznesit, subjekte ekonomike, biznesit. Kush është pro? Kundër? Ska abstenim, ska kalon. Përndej. Kalojmë tek pika 10 që shtesat e cilët e shumë mësuan bashkë. Dëshim buxheti i 2026 e pra për çfarë bëjmë fjalë lutem? Kemi tash Harta dhe qitit po më kanë distancë. Për të jam dakord që për të ktheu kujtimin të ai kryetarit tyre. Ka ktheu kryetarin, ka ktheu ti, ti jam dakord apo? po e shpjegoj. Ose ta shpjegoj në mund. Ky shtegu turistik është planifikur në fondet e FSHR-s. Po. Si po. Këto kemi një pyetje. Ky projekt vendim për ndryshimin e buxhetit vjen si pasojë e zbatimit të një projekti, i cili është në bashkëpunim me Fondin Shqiptar të Zhvillimit. Zbatimin e projektit për ndryshimin e shtegut turistik. Në është marrë diku, përderisa kemi ndryshim buxheti, jo vetëm Ja ta mbaroj aty të shpjegoj. Atëherë, pra ky projekt i krijimit të shtegut turistik në qendrën e Degës, në qendrën e të komplekse për park, sikur se vin gjithë, është një projekt i cili do financohet me Fondin Shqiptar të Zhvillimit. Është bashkëpunim me Bashkinë Veç, por duke qenë se ky projekt patjetër që do ta ndjekë bashkia, është detyruar edhe nga ana financiare, por edhe nga ana logjistike që mbikëqyrësin dhe koordinatorin e zbatimit të projektit ta ketë vetë bashkia në kontratë. Dhe për këtë arsye, ne kemi propozuar të sjellë sot miratimin e tyre të fondeve që për mbikëqyrjen është 600 milionë të reja dhe për lëndimin që është në fazën e mbylljes. Për sa muaj të ndërkohë është 3 apo 6. Që brenda vitit do të mbyllë. Dhe kjo pjesa e lëndimit është faza e fundit e mbylljes së lëndimit të ekonomikë. Nuk e di që se keni pyetje për këto dy pikat e para. Pika 3 është nuk e di nëse jeni informuar këtu një beç te kulla anarike është krijuar po me Fondin e Zhvillimit Shqiptar aktiviteti turistik Ziplani. Dhe për këtë nevojitet disa R&D dhe disa pajisje logjistike për
Se gjitha i fond që u morë nuk i përfshiru këto? Fondi që jeti prate? Atëherë, për ziplajnë po thua, po... Për fondi që jeti për mërë? Për skemi... Ajo ka qenë për rekonstitucioni dhe... Këto janë dy... Rekonstitucioni dhe rekonstitucioni me pjesë jashme. Këto janë dy kërkesa që ne kemi marrë së fundi nga sektori edhe propozojmë ndryshimin e kësaj duke përdorur një fond 602 që cilin e kemi planifikuar në fillim të vitit Për çfarë? për mbledhjen e transportit e mbledhjen urbane, të cilin këtë shërbim e mbulon sot Blesh Shap. Që do gjithmonë mundi. Ne më mirë bëjmë transferim fondesh për këtë gjë për ca mobilje, kur kemi Më mirë, nuk është ajo. Pse jep, domethënë, jepi jo, nuk i jap diçka që i pret qytetarët, se besoj ai po nuk ti ka. edhe që është më afër. Apo dhe ata hapin dritarin në gjes, Alban nuk jetohet. Është kancer për gjithë Dumrena, nuk është kancer vetëm për... Kjo është tjetër gjë, kjo nuk e prish, kjo ndryshim. Si nuk e prish, nëse ti... E para punës, do të thonë aty, nuk mund ta gjykosh që nga pamja se është një person që i marr dhe ai person që marr është marr nga marru. Dhe të paktën për kaq vite eksperiencë, nuk mund të thuash që ne po heqim to dhe kjo ndikon shërbim. Nuk e lejoj unë dot. Vitet e punë që kam aty, nuk e lejoj dot një shërbim i caktuar që ato fond ta heq dhe të ndikon negativisht. Dhe ndikimin në atë shërbim, atje vërtet ku është nevojshme apo e çon këtu. Atëherë. Sepse ky fond mund të shërbente për diçka që është më nevojshme se kjo. Se rendit e pajisjet të zyrës. Tashi. Jo vetëm ai që nuk ke shumë gjëra të tjera që mund të kenë nevojshme. Ne themi, dhe ti që kam kështu dhe po pyesin gjithsa jemi këtu mbi 20 apo 25 veta gjithë kanë një Ke nevoja, institucioni, bashkia, punon është funksionin e saj sipas ligjit, dhe shikon dhe ka një plan. Të bënë kjo bashki, Alban, sa vite të bënë të shefinancën? 10. Dhe më thënë 10 vite nuk po arrit të plotësohet një fond për atë atje, 10 vite nuk u gjetë një. Purat e zeza. Purat e zeza. Kush përbalë është kancer, marë? Si të të bësh? Nuk arrit as të përbodi që një fondi huaj, as qëfar e të fondë. Po si ashima, po ke 10 vjetë më sotni, bashki. Ke 10 vjetë. Po përdesa ti më po këto grisni që ishtë këtu, vinë aty, ishim nga kry, po e qojmë aty. Si? Ajo është projekti marë, ti me to që e të të ku? Ose s'ke fuqimo, ke fuqit kërkosh fond 8 milion, 800 milion e për një ku? Ato se ti më përkom, se ti më përkom mua më bësh këte që po ma fi këtu, që kjo mund të shkoj dhe 800 milion, apo jo, mund të shkoj 800 milion kjo, mund, 600. 600, mund të shkoj të 600, po filloje më sot një njerë. Atë projekt, si, po fillojë të vjetë marë të ashtë, është i gjë që është kancer i Dumresë. A qësh nuk bërë? Nuk bërë? Po si? E kemi kërku? Se do për atë? është bërë projekt në pilë për atë. Aty është neglijensë totale për mendimin tim. Gjë që është prasore për shëndetin e Çfarë kemi bërë në pranë? Ne kemi rrugën e tjera së Në të shpjegoj për kulturën si gjë tjetër, nuk e zjas, 10 sekondë. Pra, është që tjetër të planifikosh, është dhe nevojshme. Jo ta mbaroj, e drejtë është ajo, por vetëm për kulturë të personale pra. Ta shpjegoj. Tani të diskutosh, domethënë të diskutosh ngritjen e një kulla apo gjë tjetër, apo bërjen e këtij projekti në gjë tjetër. To janë thirrje, në fakt, to janë thirrje të cilat nuk i gjem ne. Da po të para, po 10 vjetë, 10 vjetë, nuk kërkove. Ose më saktë, nëse ti ka një thirrje për këtë gjë, edhe ne s'kemi bërë, atëherë do të thuash. Do të ato do të shpreh kaq që mata ai tani nuk e bëjmë dot. E kalon. Bashko me ty në
Ertina për sa përket asaj çfarë di për ton. Ja po çish dakord. Por aty duhet një projekt dhe buxhet goxha i madh. Po mirë, uji nuk Do të bëhet gjysmë gjëra. tjere. Uji, kohën e behaj, nuk merren ato që të hullët, aty që të rrimë ujë të pakët. Mund të ketë një herë. E di ku kalon Ke kalu ndonjëherë? Po shurë se. Ai vetë në digë, në digë, Po shkojmë me ti po këtu përqendrohemi ke tani kush është pyetjeve Qa do marrë bashkia në ato, do marrë supervizorin dhe... Pse mos jena është ta marrë komplet ajo vetë, me fondet e veta, edhe ne mos marrë. Që do të ish mbikëqyrësi, është një subjekt i cili mbikëqyr kontrollon, një subjekt i cili ka lidh kontratën e kontrollon për zbatimin e projektit që ai ka lidh kontratën. Është në standardet sepse kjo është një investim që në fund të ditës e merr bashkia dhe gjet tu. Dhe prandaj ne detyrohemi që të planifikojmë. Planifikimi i atyre është bërë sipas ligjit. Do të thënë një ardhur turizëm. kush është Çdo gjë kështu, do të thotë jetë në ndërë. kush është pro projektit, ju lutem, kundër, një abstenim, një miratorët, faleminderit. Kalojmë ke pika që ta përgocim, çimi i tij çfarë thotë? I keni shumë tash. I kemi. Keni asë kjo. Me qysh Kjo këtu është ndan në 71%, nga dhe këtu që kanë zëroja. O sa metra është edhe, sa metra? Jo në këtu i keni parcela. Këtu, kur bëhet ai projekti, do jemi zgjidhje. Kjo është për fat rrugë. Ne edhe tjetër qimi Që ti hapsh rrugë, o do bëhet me koma si që bëhet ajo ke ajo është policia, o do kalohet në rrugë ekzistuese që s'bet është pompa, jo, është këtu, që është kjo rrugë s'bet ke pompa. O do bëhet kjo pjesë, o do bëhet si që bëhet ajo me kama. Cila pompë qimi, se njëra është null, pompa mdej? Cila pompë, njëra është null, është shem, po flasë për anë. Nuk e servo. Sa është ndan me 70% këto. O lasë. I pa të ndërë. Do pra, tu o do bëhen me kama, o je me zgjidhje rrugë ekzistuese, o s'bet ke pompa. Ka ndarë deri në liçenin. Qimi janë 78 pronar deri në fundit. Jo, këte janë në shtet. Vetëm Si, të bëhet gjysmë? Jo më i gjithë po. Po qimi dela në datu, mos u bo me djerës. Bojnë herë si edhe gati me kama pa pastaj të jep inxhinieri, të zgjidhet kjo pjesa këtu, të zgjidhet të o me ur me kama si që bëhet kjo ke policia, o të vike rrugë ekzistuese që është këtu në zbet kjo. Vetëm kjo këtu është. Ose ato ka marrë Ti që në sot në thu ka gjaneve që këtë projekt në kuadrë të zhvillimit të turizmit. Detaje të rreth sa është distanca, sa kilometra është, sa është mbi nivelin e liçenit, sa është mbi nivelin e liçenit, sa do rritet niveli i liçenit, verifikohet që liçeni do të rritet. Është 74 për momentalisht. 74 metra momentalisht. Ai sot është Hektar. Jo, flatera. Tani verifikohet që do të rritet niveli i liçenit dhe këtë rrugën e ambient liçenit. Që me zotim. Sot, në gjene që është, jo. Sot Po lërë kjo bine shiqë. ka shkarkus. Jo, nuk ka shkarkus. Shkarkusi është mbyllur. Po ka shkarkus. Ai shkarkus ka 1000 vjet, është mbyllur. Po mbyllur, po edhe hapur. Po s'ka me si jesë. Si u hap ka tash ne, unë kam 14 vjet më bllokoni, kam 14 vjet, që më bllokohet, ajo gjë dhe nuk e gjujt dot liçenin. 85% e liçenit është vreshta për anuj, është pemë. është mbush ka dy. Është në temase, duhet rregullohet plan par pompa, që është aktive që e kam rujtur bashkë me atë tipi që ka qelsët. Kjo është Duhet aktivizohet pompa të derdhet liçeni, me mbrapa të arrijë një zgjidhje. Mos gabojmë fakt aty ka pas një rrugë poshtë e cila është mbytur. Po, pra po, që atë du të shpjegoj. Ka qenë poshtë pozicionit, po është aktualisht gati 7-8 metra.
Ka qenë rruga. Po ka qenë rruga. Aktualisht 7-8 metrë është i mbjellur. Është vresht, është deri këtu është me vresha me kolonë. Kam gjitha me foto, kam 100 ca foto. Vresht brenda në ujë. 85%. Ka pemë brenda në ujë. Ka ulli brenda në ujë. Janë të private apo të shtetit? Ka pas po ban. Atëherë deri në 97-ën. Deri në 97-ën pompat ka qenë aktive. Fal situatës luftës civile që ndodhi, kjo pompa u dëmtua, ajo është aktive për arsye se kena marrë, kemi mbrojtur punët e tona. Dhe kur ajo u tha, banorët, dhe donte 3 vjet ajo të arrinte ndollimin që kishte. Banorët i kishin sipërfaqen bosh. Fillon e mollën. Jo, e mbollën. Shëllit e ka. Tok shtet, nuk ka me ta pjeta. Po më mirë, absolutisht, s'po i lim fjalës të pronës. Mos thjesht po tregoj historikun e gjose. Ju bëj diskutonin, bëj informacionin. Sa do bëhet gjon, sa do jetë, sa do marrë, ne duam. Pikërisht, pa studiuar këtë nuk arrim dot në bivendosje. Unë po të tregoj tash që ajo ka nga 61 që ka qenë, 61 hektar, nuk e di tash me metër kub ti bëj llogaritje. Ai ka vetë 75 hektar. Ai po e thot shumë bukur. Ti thua pronë shteti, ato thotë që shumica e kësaj pronës shtetit e ka marrë Lisheni. Është përmbyt. Apo jo? Pikërisht. Atëherë në kufi me mua, që unë dua të bëj një aksion, kufi me mua edhe kemi parcelat i kanë marrë të 7501-shit. Komshiu im gjithë, atje ku unë le varkën, komshiu im gjithë ka marrë 4900 metra, sepse unë e fitova në këshill atë. Po mos me situatën po ishte, u zhvendosa të diskutoj me Rifin, futa të pjesën e ne. Kur vajte unë hasta konflikt. Kam paguajt detyrime, kam paguajt çdo gjë. Unë hasta konflikt se sa burrë, unë kam dokument. Me 751. Po shap të shikojmë se po shikojmë fal. Unë e di tok shtet. Tani Ku fiks? Për Ballvarezën, Kravandej, që është gjithë thurë, Trimillët. Kjo ka Ka problematika. problematikë? Tani që mos hyjmë problematika ty i dini vetë. Unë jam për të zhvilluar Beqi. Unë thjesht kam hallin tim, ndoshta e zgjedh ditë. Por po ju jap informacionin se unë kam 14 vite aty që nuk e gjej dot këtë gjë. Që të arrim në studime, unë jam gati të bëhet çdo gjë për mirë, nuk jam problem. Po thjesht po jap informacionin. Faleminderit. Për mirë, është po është për Shumë interesant si Njëra pompë është aktive, fal. Vetëm njëra është aktive. Ai po ta jep shumë. Kush punon? Ajo kraut më tonë është aktive. Ai është pronë shtetit, domethënë i tjetër do të ka marrë 700. Jo, ka mbrojtje më Po verifikoj njerëz se kush Për pronë shteti, vetëm kjo pjesa në Rojës është. Që është shumë... Kjo të është gjithë private. Kjo është në pështën një pësiniqin. Vetëm këto këtu. Krahu në patan këtë kontet, pjesa tjetër është shtetë. Edhe me këtë në vetë, që i jeshtë Shtetë, flasi dajnë bani të flasë një qka. Unë tani u njoha para shumë me pretendimin. Aty anë asnjë moment nuk përmendën shpërthim. Nëse ju vini diskutim që po miratoni shpensimin pa. Do miratim në relacion kërkohet që të miratohet, tani se e di që kjo fjala në parim vjen s'di, të miratohet Si ide. krijimi i këtij shtegu turistik. Dhe bicikleta. Në cilin në fund të ditës, në fund që të bëhet rar, do një projekt si fillim, shikohet, të verifikohet pastaj në terren se projekti verifikohet në terren se sa tokë shtet, sa preket, sa spreket. Vi praktuar dhe po. Edhe nëse shkoja, nëse shkoja si dhe nuk e shikoj kaq vështirë ose kaq zhurmë se si ju po e shikoni. Megjithatë, ju jeni vetë vendosni ju. I takon këshillin në fund të ditës që miratoj një hapësirë. Rene hapemi të territorit bashkisë. Me thënë shkurt të diçka. Ne ai me këtë që po votojmë pro, po votuam pro se po votuam jo. Ne vetëm një gjë që çojmë ne, çojmë ata njerëz për të bërë madje. Po, Ti je të drejtë bashkisë. Në fund të ditës që Të pastaj vendosin pjesën në ato pasaportë. çfarë tha pra hapin në rrugës. Tash më Projekti Po projekti në hapin në rrugës është Projekti që të shkel inxhinieri, specialisti, ku është, ku son, ku ka të tokën, ku se ka të tokën. aja rruga që ta hapë, do vjetë do se... Të la vizidhje dhe miratot.
Po pra, në rast studimi, po studimi, po çfarë te për hapjen e rrugës? Bashkohemi të gjithë për zhvillimin turistik të atij ambienti që është atje. Jemi plotësisht dakord me kjo. Që t'i hapim rrugë, që hapim rrugë për rrugë. E kalojmë edhe jemi në rregull edhe këta do të vazhdojnë. Les të shive për kancet, lutem. Les të shive për kancet. Kërkojmë nga analiuar, nga sjellësh, azhornimin e tokave, do më thonë që janë aty rrugë. Të nohet prona private ose jo? Sipërfaqja ose gjatësia cirkuitës. Tjetër për jemi dakord me që thash? Kundër abstenim ka shumë. Por i votoni? Po. Abstenim s'ka. Dhe parim hapim rrugë për hapjen. Ke parluar të një pyetje grumbullimin e vlerave të lagja Z, që është bërë. Patjetër shumë aty do të Leje mjedisore është marrë? Kush merret me këtë? Këtë do të pyes. Për të lagja Z, po depozitimi i grumbullimit i vlerave. Ka leje mjedisore? Është një pikë, nëse çështë ka një pikë, është një pikë që ka vite që ekziston dhe e ka pas. E ka pas. Është marrë, ka një projekt vendim për këtë. Okej, nëse mundesh rrethëtë dua leje mjedisore për hedhjen e vlerave të lagjes, sepse ma ka kërku banorët, ëh? Ma ka kërku banorët dhe një vendim. Tani kemi një... Për lidhëm vlerat atje në dhe të vlerat atje në Kemi... Jo, nuk ven, po lidhën atje tash nuk kemë në dosan. Po, kemi një qytetar i cili në këshill ka ardhur, do të pranë vitesh ka bëjë pjesë në Jo, atje për mirë. Prandaj po them se shikoj se mos s'është marrë as vendim as jo këshill për atë. Po varet se është kontrata, nuk e përfunduar. Është vendimi i këshillit që është Vendimi për jetës. Mi për jetëshëm, qysh? ai ka fat. Vendimi për jetës. Atë janë nga fat. O gzimi unë dhe lutem më fal ço dhe më thuaj si është problemi. Jo që qytetari ka një problematikë të cilën sekretari qytetari ka një problematikë të cilën do ta zgjojë në këshill. Sekretari i bashkisë, sekretari i bashkisë është prezent dhe duam që të elorohet. Unë jam Gjimit Sagadushku dhe kam marrë shumë mirë kam bërë kërkesë për një rrugë që është zanur nga komshish, por toka është shtet. Edhe sipas ligjit kanë dhe hartë treguese me tapi rregull. Vi në bashki bëj kërkesa, ankesa, asnjë gjë. Dhe e odhe për në këshill. Këshilli ka 2 vjet, s'ka as përgjigje asgjë. Vinë gjithë punonësit e bashkisë. Vinë atje, thonë, jo, s'kemi gjëmëtorë, jo, kështu. Bashkia, çfarë përgjigje s'ka dhënë kur ka ardhur? Bashkia thotë vetëm drejtohu gjyqi. Po pse? Arsyeja kush është? A është tokë shtet? Po. Është ngritur dikush kundër asaj nga lagja ku je ti? Aty ku është ngritur dikush tjetër banor tjetër që nuk do ta bëjë atë? Po pra janë 2 komshinë që kanë bërë. Po pra, po kjo gjë do zgjidhet në gjykat. Çfarë kërkon nga këshilli? Më kupton? Sikur tokë shtetat vjen gjykat, dhe unë kur kam tokë me tapirë dhe komshia, kërkazon tokë shtet, si zero gjykat. Unë jam drejt për drejt me tapirë, kurse... E kuptoj. Jo, ai nuk do. Thjesht nuk do aty që tokë shtet, po rruga të s'do, po rruga aty. Me tjetri. E që, ku shohin që nuk dashon? Bashkia, çfarë unë ka këtu? Po nuk do të Jo, bashkia nuk ka të drejtë kthimin e çdo rrugë tokë shteta këtë rrugë. Merre me vendim që Po se gjykon bashkia, ti kjo rrugë duhet. Ja çon. Po të pikërisht pra pikërisht. Domethënë bashkia nuk mund të jetë një anshme. Kur 5 veta s'duan edhe një do. Atëherë marrin firmën që do gjysmë fshatin nëse do të... 50 dusi. Po patjetër.
Pastaj, nëse do ta bësh hapet tok shteti se Ajo janë rrugë gjykatë, përgjithësin nga vetja, e çon gjykatë, po ti çfarë do? Tani që qytetari e bëri shumë të qartë ato historinë për çfarë po kërkon. Tani kemi ne ndonjë nga bashkia ose nga punonjësit që ta di konkretisht çfarë është nuk. Zotia ka rrugë ekzistuese sa? Ka rrugë. Po ky doktor ke furra vjetër kush e di? Ke furra vjetër. Po, e zbezi poshtë që ke shtëpi. Po këto shtëpi të the, më tonë këte, e kanë zëpun se ke furra këtu, tu ke rruga, E jo ashtu shteti zapton. Me zaptume, kush ka zaptume? Me çfarë ka zaptume? Kom që në pas tine A për zotë shkosh se nuk zapton to ka shtetit. Atë ti këtu më kanë të atësim. Ti këtu më kanë të atësim. Ti këtu atë ti gjykon zotrin, ku e do tjetër dhe ullin. Do vendim Atë ti po kanë të atësim. Vendim këshilla direkt që ai ka qenë ekzistuese, edhe kështu që Po pra, ai nuk hap. Me pra janë vesh qendra penale, nuk është sa. O qimit, unë kam rrugë që dajnë në qëndër këtu, po kam rrugë që dajnë edhe nga këtu dhe nga në qëndër. Ta shë zotëriat po të thotë shumë qartë. O zotëni, kjo rruga që ta tjere kanë zaptu me ullija, me qa kanë zaptu, është rrugë shtetit, e tjetu që është shtetit. E bashkisësh. Pron shtet. Pron shtet, atë të cikën e jutit të tjetër të mjetë ullije. Sona shtet ka fjalë të madhe, prit, ajo, domon, që ta kesh pronë bashkie atë pjesare, ku t'ju të regjistru dhe pronar bashkin. Atëherë bashkia mund të përbëjë. Kur se prona shtet është shtet të gjithë. Po, dakor, Të marrë kush dhe. ajo ka qënë... Si që ke zonë ti, si ke zonë? O zëmi, më falë, ajo ka qënë në i herë rrugë. Po, ka qënë. Po ka thotë tonë? Ajo ka qënë rrugë. A në përisa ka qënë rrugë? Në të mos Edhe pak është kurse që ka marrë shkete e ndotër që unë e kam njërë në shpisë nga ajo. Sot haka e nuk ka nga përë ka portja më sportem se do ta do nga shpetë se ka doju me se ka doju pra jesh ka unë nuk e rrugë ajo dozët për 5 metrë po do vëksimi falenderit tani unë që ke përsa? Isha dhe vetë diçka, jo vetë diçka, por konkretisht me këto parkimin e makinave, kam dalë një sekundë, Ore pse vërtet, po diskutojmë për çështje tjetër ti del vetë tjetër. Po pritet të mbylli çështje për të parë. Shiko, ne nuk japim do të zotërisë në këshill. Sepse Këshilli normalisht nuk e vëzhgjë. Unë jam shumë dakord me atë, por në qoftë se në rreta kush rrugë. Një shpjegim të Po, Si këshill marrin vendim ku në harç, ajo është rrugë të japim lenë që ajo të hapet. Sim, tani Po ishte rruga e vjetër tonë. Po ishte rruga tila. ti shtojnë se ajo është tok shtetë, edhe me qofse këshilli aprovoj që të lejohet të hapet, unë kam drejtë të marr një topograf ose inxhinier të bëj projektin e rrugës, ta paguaj private dhe kjo të rrugoj. Sim se zonë të rrugës. Tani të lutem shumë. ajo ka qenë ekzistuese. I dalve nga këtu bëjë kërkesë me shkrim, zyrës, bujqësisë, kadastrës, me shkrim. Kërkoj këte, ndatë e sotme, sekretari i bashkisë shtu, kërkari në gjitha të këshillit, dhe zyra të në sjellë informacionin dhe të shohim si është situata. Që pastaj edhe ne të marrim me Fritet, zoti, fritet me letra dhe dokumentacion për pasë. Deri në radhës për këtë informacion. Kjo është e ti shkroshok shtetë se stare, ose dhe gram tjetër është rruga gjustimi që... Kemi kërkesë, lutem. Jo, po mirë, dakor, kjo
një përpullja ka më tërta të kemi kërkesë nga Sanie Pepa për ndihmë financiare për shkak të smundjes. Kryetar, ja ta them unë tash. Besoj kemi bërë të disa herë që i kemi bërë kërkesë zyrave që mos na i bi neftove. Nuk e ndalon dot, po të paktën jepni një përgjigje qytetarit, se po na kapin ne që ju nuk na miratoni. Unë e miratoj sot, edhe e miratoj, fond ka më përtet, dhe si po e rezervuan fondit. Atëherë, ky që ka për këto letrat, shumë bukur mund t'ja thoj të zonjës së nderuar, se dhe nuk ka hallet e veta, jam shumë dakord. Titoj zonjë, Këshilli për 2026 nuk ka fond të veçantë se është ezauruar. Më na thosë se është Jemi plotësisht dakord me përgjigjen e tij. Po pak të ta informoj. Po s'është edhe pak që nuk i informuar atë Ne njohim tani një gjë ka njerëz Ka detyrim të kthej përgjigje kësaj? Po. Ka detyrim tani të kthej përgjigje? Po ka. Atëherë si ta keni përgjigje? Po. Po të gjeni, ju nëse këshilla e gjeni. Po. Jeni përgjigje personit? Edhe jeni përgjigje personit që unë kam miratu për. Si do këshillë, familje fat. Ju doni po atë gjithmonë që klasë për ne, si po thënë. Kemi detyruar të kthej përgjigje sërkave. Po. Me çfarë përgjigje do t'japim? Kush është pro? Pro. Kush është pro?